Protesta e kamionistëve të Republikës së Malit të Zi ka bërë që për 72 orët e ardhshme dogana e Malit të Zi të vendos masa parandaluese për kalimin e mjeteve të tonazhit të lartë në të gjitha pikat doganore që lidhin Malin e Zi me Shqipërinë. Këto janë kamionët e fundit që kanë kaluar në drejtim të Malit të Zi gjatë kësaj të marte, përpara hyrjes në fuqi të kufizimeve. Pas udhëzimit të fundit nga shteti malazez në akset rrugore që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, mjetet e emergjencës, autobusët dhe mjetet e transportit të pasagerëve. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e kësaj mase të përkohshme, me qëllim shmangjen e bllokimit të rrugëve dhe incidenteve të mundshme. Nga vëzhgimi i Star Plus Televizion, rezulton se në ditën e parë të zbatimit të masës nuk janë shënuar problematika, pasi drejtuesit e kamionëve duket se kanë qenë të informuar dhe kanë kaluar përpara orarit të kufizimit.